Terapia fizike apo fizioterapia është një profesion i kujdesit shëndetësor që ofron shërbime për individ të zhvilluar, mirëmbajtur dhe restauruar. Kjo përfshin dhënien e shërbimeve në rrethana ku lëvizja dhe funksioni janë të kërcënuar nga plakja, lëndimet, sëmundjet e lindura apo të fituara si edhe faktorë ambiental. Nuk ka drejtim në mjekësi ku fizioterapia nuk është pjesë e mjekimit ose e rehabilitimit. Ka të bëjë me identifikimin dhe rritjen e cilësisë së jetesës dhe potencialin e lëvizjes brenda sferave të promovimit, parandalimit, diagnostikimit, gjithashtu dhe fazën rehabilituese. Kjo përfshin anën fizike, psikologjike, emocionale dhe sociale të secilit person apo pacient. Për fizioterapin, ndryshe do të shpreheshim, është aplikimi i energjive fizike, mjekimi, rigjenerimi i dëmtimeve dhe patologjive të ndryshme. Diagnozat janë shumë me numër të madh, po më kryesorët që paraqiten njerëzit me problemet e klinika janë gjithsesi i përkasin sistemit kocko-muskular, atij neurologjik, traumat dhe kështu me radhë. Mirë, po ne duhet t'i theksojmë që njerëzit i kuptojnë më lehtë me çfarë diagnozash merremi. Janë spondiloartrozat, hernia diskale, dëmtimet sportive, artrozat e ndryshme si koksofemorale, si te gjuri, bursitet, dhimbjet reumatizmale, kontraktimet muskulare, edemat, pra entjet, janë skoliozat, kifozat, lordozat, pra deformimet e shtyllës kurizore. Janë, si që thash, shumë diagnoza dhe problematika me të cilët pacientët paraqiten te klinika jonë dhe është përceksuar gjithashtu që fizioterapia nuk njeh moshë. Kemi fëmijë më të vegjël, 5-6 javësh ndoshta, 1 muaj, të cilët vinë me diagnoza specifike si janë paralizat e pleksusit brachial ose shtrëmbrimet e qafës mbas lindjes si tortikolis. Kemi moshat e shkollës me problemet e shtyllës kurizore si që numrova skoliozën, kifozën, lordozën. Kemi problemet e femrat në fazën postmenopauza si është osteoporoza. Kemi problemet artrozike të cilat gjithsesi mbas moshës 45-50 fillojnë si të meshkut ashtu të femrat. Tash kemi shumë sportistë që drejtohen te klinika jonë me dëmtime të lloj-llojshme. Jo gjithmonë të operuar, se nëse kemi shans, se shohim që nuk ka nevojë për operim, për ndërhyrje, ky është edhe qëllimi i fizioterapisë, ti rehabilitojmë njerëzit, ti rikuperojmë njerëzit në mënyrë jo invazive, pa operacione, sepse operacionet kanë edhe kostot e veta. Pra, thash që janë shumë frakturat, fazat post-frakturës, post-traumatike, gjithashtu rikuperohen me sukses shumë të madh në klinikën tonë dhe gjithsesi si që e pat kemi edhe këto diagnozat në fushën e neurologjisë, si që janë paralizat, parezat, thash hemoragjia dhe kështu me radhë cerebrale. Thash është një diapazon shumë i gjerë i diagnozave, të cilat kërkojnë nga ne profesionalizmin më të lartë, njohurin më të lartë, të cilën falë Zotit e kemi, teknologjinë nuk e kemi të mangët, ashtu që them që këtu në Tiranë, unë si një fizioterapist që kam ardhur nga Maqedonia, nga jashtë, them që ja kam arrit dhe kam krijuar një klinikë moderne europiane në mes Tiranës për trajtimet e fizioterapisë. Cili është problemi që ka djali? Po, këto janë ndër problemet ta themi më të zhvilluara te moshat e reja, moshat adoleshente ose moshat shkollore te fëmijët, problemet ose deformimet e shtyllës kurizore, siç janë skolioza, kifoza, lordoza, këto duhet ndjekur
në një mënyrë specifike, ka programe të veçanta për këto. Një nga ato është edhe ky djali i ri, i cili ka një kombinim të skoliozës dhe kifozës ose kifoskoliozis. Kemi rezultate të shkëlqyera dhe shumë me rëndësi që ta kapim në një farë mënyrë këtë lloj diagnoze, mos na iki nga dora dhomine, sepse riparimi, rigjenerimi ose përmirësimet vijojnë deri te mosha e rritjes, diku deri te mosha 18 vjeçare, pastaj është gjithçka më e vështirë. Kemi të bëjmë me dekompresionin, pra terapinë e dekompresionit, pra diçka po lirojmë të shtylla kurizore. Në fakt i trajtojmë pacientët të cilët kanë probleme me hernin diskale, po jo gjithë se ka edhe kontraindikacione ku nuk duhet përdorur dekompresioni. Në këtë rast, unë e vlerësova që mundet pacientin fjalë ka një hernie diskale kronike në zonën L4, L5 e thomin, domethënë pjesën e poshtme të shtyllës kurizore, e cila na lejon ta bëjmë këtë lloj veprimi. Në fakt edhe duket që aparatura me gradimet e veta, me kilogramet, domethënë sa mendojmë ne që duhet ta gradojmë, hapet vetvetiu, kështu që bëjmë një farë traksioni, dekompresioni të pjesa lumbare të ky pacient, sepse këtë aparat mund ta përdorim edhe për pjesën cervikale, ku kemi probleme edhe te cervikale, edhe aty duhet jemi shumë të kujdesshëm, sepse tash ky aparat ka në vete edhe kontraindikacionet, pra rreziqet e veta, dhe duhet shumë përvojë, njohuri për ta përdorur. Në këtë rast na ka dhënë shumë sukses, sepse pothuajse atë diskun ose diskopatin që kemi pas te shtylla kurizore, me këtë mënyrë ne kemi arrit që t'i largojmë pak vertebrat njëra nga tjetra, L4, L5, dhe pacienti ndihet goxha i lehtësuar, edhe dhimbja që ka pasur te këmba, sepse dim që nervi sciatik burron aty diku, te ajo zonë L4, L5, dhe tani është shliruar, dhimbja e këmbës, lëvizjet janë më të lira, dhe qarkullimi i gjakut ose mikroqarkullimi i gjakut në këtë zonë ku kemi shtypje të diskut gjithashtu është e përmirësuar, ashtu që për ne në këtë klinik është shumë e rëndësishme pos edhe aparaturave tjera, edhe aparati dekompresionit ose traksionit cervikal dhe lumbar. Tu kemi të bëjmë me një status post-operativ, do me thonë operacioni freskët të gjurit, aparati i gjurit, pas një dëmtimi të rënd të ligamenteve të gjurit, edhe në fazën e parë duhet jemi të kujdesshëm, mos bëjmë gabime, duhet jenë lëvizjet pothuajse shumë të vogla ose të kufizuara. Prandaj teknologjia na ka mundësuar që tonizimin ose tonifikimin e muskulaturës për ta rikthyer fuqinë e muskulaturës, e cila është shumë e rëndësishme për mëtutje për gjurin dhe ligamentet, përdorim edhe aparate të ndryshme. Teknologjia na ka mundësuar këtë. Në këtë rast kemi aparatin interferencial, i cili aplikohet direkt rreth e qark gjurit, në të dy krahat e gjurit, do me thonë kapen ligamentet si mediale si laterale, dhe me shtimin e intensitetit të elektroterapisë neve stimulojmë ose rigjenerojmë komplet indet e buta të aparati i gjurit. Po, tu lut futboll në Calceto. E kam operuar tani dhe është faza rehabilitimit. I ndjen efektet e përmirësimit? Po. Po shkon gjithçka shumë mirë. Mendimi i doktorit e kam shumë mirë këmbë, themi se do riaftësohemi shpejt.
Edhe ky është një rast specifik, doktor? Po këtu gjindemi te boksi ose te dhoma ku është magnetoterapia, një nga pajisjet shumë të rëndësishme në fizioterapi. Në këtë rast kemi përsëri një fazë post-operative, do të thonë kemi të operuar tendinin akil pas një dëmtimi të rëndë dhe pacienti është pothuajse në fazën përfundimtare më të rigjenerimit. Tani edhe tendini është rikuperuar. Këtu fusha magnetike ndikon ashtu që e rigjeneron shumë shpejt indet e buta dhe sidomos dua ta theksoj që magnetoterapia shumë e rëndësishme për rigjenerimin e kockave, pra osifikimin. E përdorim shpesh te gratë të osteoporozat, e përdorim te frakturat pas thyrjes, domethënë. Është shumë e rëndësishme sepse thash rigjeneron qelizat të cilat ripërtrin kockën. Pra magnetoterapia mundëson rigjenerimin e gjithë qelizave, të cilët gjenden në palcën kockore dhe të cilat e avancojnë rigjenerimin e strukturës kockore. Çfarë është kjo, Denis? Balt, procedurë e vjetër, teknikë e vjetër? Kjo është fangoterapia, përbëhet nga balta dhe parafina, e cila shërben për relaksimin muskular dhe bën një dekontraktim të muskujve. Shton qarkullimin e gjakut. Është një teknikë e vjetër. Po, është teknikë e vjetër. Ka efektivitet? Po, shumë e rëndësishme dhe deri tash na ka dhënë shumë rezultate. Në momentin që mbahet balta sipër, normalisht duhet mbuluar. Po, ja, procedura është vendosim baltën mbi zonën që ne duhet të trajtojmë dhe mbulohet mirë. Ka është procedura, po. Mendohet që mjekët e antikitetit si Hipokrati dhe më pas Galeni mund të quhen si praktikantët e parë të fizioterapisë. Ata propozonin trajtime si masazhi, teknika manuale dhe hidroterapi që në vitin 480 para erës sonë. Megjithatë, fizioterapia, ashtu si e njohim ne sot, mori hov gjatë luftës së dytë botërore, ku lindi nevoja për trajtimin e të plagosurve të luftës. Jo pa qëllim, edhe fjala vjen nga greqishtja, thysis, që do të thotë natyror, ose përdorimi i faktorëve natyror për mjekim. Një tjetër fakt historik pohon se egjiptianët, grekët, romakët përdonin energjinë diellore për mjekime të ndryshme. Edhe kinezët e lashtë kanë pasur një lidhje të ngushtë me këtë shkencë të mjekësisë. Ata përveç se përdornin resurset natyrore, e aplikonin fizioterapinë edhe nëpërmjet shpimeve në trup, lëvizjeve edhe nxehtësisë. Kjo ishte diçka e shkurtër për sa i përket historisë së fizioterapisë dhe aplikimit të saj që nga lashtësia. Këtu është domethënë një dhomë speciale për problemet që shfaqen sidomos te gratë pas operimit të kancerit të gjirit, problemet si që është qarkullimi limfatik. E dim që qarkullimi limfatik është po ashtu shumë i rëndësishëm në organizmin e njeriut, si që është qarkullimi i gjakut. Duhet theksuar që me anë të limfës neve filtrojmë, trupi njeriut filtrohet, bëhet një filtrim. Dhe në këto raste, në fazat post-operative të kancerit gjirit, shpesh ndodhin edeme, ajntje të ekstremiteteve, domethënë të duarve,
Dhe me këtë aparat që quhet presoterapia, është speciale, neve në fakt bëjmë një drenazh limfatike. Më përpara është bërë me dorë, më shumë në mënyrë manuale, dhe rreziqet kanë qenë pak më të mëdha. Tani vetë, teknologjia na ka mundësuar këtë situatë që nëpërmjet të programit me presoterapinë, e cila zgjat goxha, diku 5 deri 6 javë, me orare të caktuara, me ditë të caktuara, të cilat mundet të ndjeki pacienti, sepse gjithmonë flasim për një fazë post-operative, por na jep rezultate të shkëlqyera. Një, dhimbja largohet, që paraqitet në masë të madhe të krahu, të ana e operuar, edhe edema, endja, sepse thash qarkullimi limfatik i cili shkon me fazën nga poshtë, me segmente nga poshtë, nga gishtat deri lart te supi, ose deri te qendrat limfatike që i dimë ne që janë diku te supi, dhe kështu e përmirësojmë pra qarkullimin limfatik. Kemi të bëjmë me një rast specifik, faza ku rehabilitojmë zonjën pas një hemoragjie.